Paqe të gjithëve, mirëdita vëllezër, motra, Zoti t'ju bekojë të gjithëve. Ja ku jemi prap këtu bashkë sot me takimin e radhës. Kemi kap, pra siç e dim, këtë argumentin për sa i përket mishit, është një temë që duhet marrë që në konsiderat, sepse siç e dim, mishi edhe zbuluam që mishi është pra armiku jo më i madh. Kështu që kuptuam që nuk janë demonat, nuk është djalli armiku jo më i madh, po zbuluam pra që është mishi. Edhe për fat keq, siç e dim, armiku, demonat ikin e vinë, kurse këtë mishin e kemi gjithmonë me vete. Kudo që të shkojmë e kemi me vete. Nëse sot kemi këtë pjesën e tretë, edhe besoj që tejtën japim fund, edhe tejtën më pëlqen preket e pak trinitetin tonë, sepse duke qenë që këtë triniteti jonë përfshihet edhe mishi, se është një nga elementet pra tona, edhe mishi, ashtu siç është dhe shpirti dhe fryma është dhe mishi. Kështu që të flasim edhe për trinitetin tonë rast tjetër, por tani të përfundojmë këtë që kemi në dorë, sa i përket kësaj teme. Edhe japim mirësardhjes frymës së shenjtë, si gjithmonë, të udhëheqi në këtë mesazh, edhe të vazhdojmë. Bëjmë lutje bashkë, haleluja, atë Perëndi, si gjithmonë, ja ku jemi, të falenderojmë. Të falenderojmë sepse falenderojmë mbi të gjithë për mirësinë tënde, sepse ti je mirë. Dhe kjo mirësia jote që zgjat për jetë. Ato lavdë do t'i japim sepse ti je i madhërisëm, ti je i fuqishëm, ti je krijuesi. Por ti meriton dhe adhurimet, dhe i vetmi që meriton adhurimet dhe është vetë Perëndia, sepse je 3 herë i shenjtë, i shenjtë. Falenderojmë atë që të përkasim, falenderojmë o Zot i madh që na zbulohesh. Për këtë fjalë falenderojmë, për frymën e shenjtë falenderojmë. Po dhe për engjëjt tuaj, Zot, të ushtri qellore që kemi rreth e qark nesh, o Zot i madh. E kjo do thotë që ne kemi qielli me vete, ne nuk jemi vetëm, dhe kur ti je me ne, o Zot, kur qielli është me ne, kush mund të jetë kundra nesh? Çdo premtim o Perëndi që ti ke bërë, është po dhe amen, asnjëri s'mund ta ndryshojë. Dhe të falenderojmë për këtë besnikëri, o Zot i madh, falenderojmë për gjithçka. Si gjithmonë, o Zot, jap mirësardhjen frymës së shenjtë, që të udhëheqi me këtë mesazh, ti je ti frymës së shenjtë, ai mësuesi jon më i mirë, më i përkryer, dhe je kushoj si ty, asnjëri o Zot, je ti fryma shenjtë që na i zbulon këto të vërteta, këto të thellat, i heton këto të thellat e Perëndisë. Dhe të falenderojmë që na zgjodhe neve, o Perëndi, nga kjo botë që të na zbulosh thellat e Zotit, thellat e Perëndisë. Eja fryma shenjtë, na udhëheq në këtë mesazh, flit ti më anë të mirë, ti je mësuesi më i madh, kemi nevojë për ty, të falenderojmë, të adhurojmë dhe ty fryma shenjtë, sepse ti je Zot, Perëndi, e ti je një person i mrekullueshëm. Beko vëllezërit dhe motrat që po shikojnë, o Zot i madh, bëja që të kuptojnë gjithçka, shoqëroj këtë mesazh, o Perëndi, plot fuqishëm, me fuqinë tënde të mëshme, o Zot i madh. Po, Perëndi, që të preken fuqishëm tani në këto momente, o Zot i madh. Ti je Zoti, demonstroj, o Zot, atë që ti e ke premtuar, ke fjala jote, o Zot, që fjala jote ka fuqi, fjala jote të shëron, fjala jote të çliron, fjala jote të bekon, dhe në emër të Krishtit Jezus, bëj që kjo fjalë të shoqërohet me këtë flakën e frymës së shenjtë, o Zot, preke popullin tënd, bekoje popullin tënd, shëroje, çliroje në emër të Krishtit Jezus. Eja fryma së shenjtë na udhëhiq, o Zot, në këtë mesazh dhe të falenderoj në emër të Jezusit që bekuj qoftë gjilljet në vet. Amen. Okej, se mos gaboj tani preka atë vargun ke Luka 9:23, dhe da fillojmë aty me fjalë ku e lam, edhe pse preka pak edhe ke zanafilla, po lexova kështu shpejt e shpejt se sot aty do koncentrohemi fakt, që është një nga temat më të rëndësishme të jetës së një krishteri. Pse? Siç kemi thënë pra që Ati, ose më mirë e marrim nga Abrahami. Abrahami është tipologjia e Atit tonë. Okej? Pastaj kemi Isakun, tipologjia e Krishtit. Pastaj kemi Jakobin, tipologjia e një krishteri. Okej, kështu që prandaj nga Jakob
në Izrael. Edhe ne, nga natyra jonë e vjetër, nga arian pra, të kalojmë në të krishterë. Nga mish në frym, me pak fjalë. Edhe ke Abrahami pam që shikojmë besimin, sepse si që dim janë 3 persona, po këto 3, pra këto 3 patriarkët, që është Abrahami, Isaku dhe Jakobi, përfshin një besëlidhje vetëm. Por janë 3. Pse? Sepse këto 3 përbëjnë këtë besëlidhje, sepse nuk mund të kesh të besëlidhje, si që kemi sot me Krishtin, qofse mungon një nga zbulesat e këtyre 3 patriarkëve. Kush janë 3 zbulesat? Ke Abrahami, si thash pra që është tipologjia atit, sepse Abrahami është ati jonë i besimit, kështu që shikojmë besimin nga Abrahami. Por kemi ke Isaku, tipologjinë e Krishtit. Okay? Atëherë besimi ku duhet besojmë? Besojmë ke Krishti, ke flijimi i Krishtit, sepse pa të besim, ne sa kot lodhemi me çdo gjë. Sepse çdo gjë pra hapi parë që bëhet me besim drejt Jezus, drejt kryqit me fjalë. Por kemi Jakobin, pra, si thash që është tipologjia e të krishterit. Pse? Sepse ashtu si Jakobi u transformua nga Jakob në Izrael, edhe ne, është shumë rëndësishme që edhe ne të transformohemi edhe ne, pra, duke ecur nga mishi që gjithë ne vim në frym. Pra, duke kalojmë edhe ne një tet procese e transformimit. Pra, të kalojmë nga mishi në frym. Amen, dhe folëm se si është rëndësishme ecja me Krishtin, dhe kjo ecja në Krishtin në fakt ta bëjmë, si më themi, është një zgjidhje dhe nuk na sforcon ose ta detyrojmë. Nuk na detyron asnjëri, sepse në zgjidhjet, siç thash rast tjetër, nuk ka sforcime, nuk ka detyrime, por ne bëjmë me besim, bëjmë zgjidhjen e duhur. Pra Perëndia, si që dim, nuk na thot që të heqim dorë fare nga vetja jonë, por na fton të bëjmë ose na mbron gjatë ecjes pasi e bëm të zgjidhje. Dhe kjo, si mu themi, falë edhe gentilesës, që është shumë gentil, pra, ose më mirë edhe durimit të vetë Perëndis. Edhe pse derisa ne eci përpara, derisa ne progresojmë nga labdia në labdi, derisa ne kalojmë nga errësira në dritë, kjo do thotë që punët po ecin mirë dhe po ecin përpara. Ke Luka 9, kap vetëm të vargu, dhe pastaj fillojmë siç e preka se këtu e lash në duket rast tjetër. Ke Luka 9:23, lexojmë. Pastaj u tha të gjithëve: nëse dikush do të vi pas meje, le të mohoj vetveten, të marrë çdo ditë kryqin e vet dhe të më ndjek. Këtu të kemi kujdes herë parë, sepse këtu Jezusi na fton neve që ne të marrim kryqin ton, jo kryqin e Jezusit. Kryqin e Jezusit nuk e mashim dot ne. Kryqin e Jezusit e mori vetë Jezusi dhe ishte i vetmi që mund ta bënte, ishte i vetmi që mund ta merrte, sepse ishte i vetmi që ishte pa mëkat. Edhe e çoi deri në fund detyrën e vet. Kështu që sot tani na është urdhëruar neve nga vetë Krishti tani, po na thotë që unë mora kryqin tim, thotë. Po ju thotë merrni kryqin e juaj. Kush është kryqi jon? Kryqi jon është tani ashtu si Jezusi mori kryqin me kuptimin kishte një thirrje nga Perëndia, kishte një plan që ishte planifikuar që Krishti do bënte këtë. Në fakt ke Gjoni 5 që lexojmë që ai shikonte atin dhe bënte, pra nuk bënte asgjë nga vetja. Sepse nga ana mishore, siç e dim, Jezusi kur u bë njeri, pra, që e la me njanë formën e vetë si Perëndi, me kuptimin e la me njanë që nuk u manifestu si Perëndi, po kur erdhi në tokë, u manifestu vetëm si njeri, ju nështru atit, e mori kryqin e vetë dhe e plotsoi, pra, e përmbushi atë detyrë që ati kishte dhënë deri në fund. Edhe ne tani na është dhënë një detyrë. Gjithë ne kemi një kryq. Gjithë ne kemi një plan, sepse Perëndia ka një plan për ne. Na ka vënë një detyrë përpara, na ka vënë një plan përpara. Edhe ne tani këtë thirrje që Perëndia na ka vënë përpara, duhet ta përmbushim, po si ta përmbushim? Me dashuri. Kjo është tani të marrim kryqin tonë. Do thotë që e njëjta detyrë, e njëjta plan ose e njëjta thirrje që ishte me Jezusin dhe e përmbushim me dashuri, edhe ne sot kemi thirrjen tonë, pra të marrim kryqin tonë dhe ne ta përmbushim me dashuri. Dhe kur ne e marrim thirrjen për dorë dhe e përmbushim me dashuri, do thotë që ne po marrim kryqin tonë.
Kjo do thot pra të marrim kryqin tonë. Po këtu thot të marr çdo ditë, jo një herë në javë. Dhe e fundi thot të më ndjek. Të më ndjek për ditë, ta marrim dhe të ndjekim Krishtin për ditë. Duam që ne të ndryshojmë, është e rëndësishme që ne ta marrim kryqin për ditë dhe ta ndjekim për ditë. Pra çdo besimtar që don të lirohet nga kjo gjë, që quhet mish, që është dhe armiku më i madh, dhe kështu ti bindet fjalët Krishtit, duhet të mohoj vetveten. Kjo është pra që të marrim kryqin, ta marrim për ditë të kryqin. Ta mohojmë veten tonë për këtë botë. Ti themi jo mishit, jo mëkatit, dhe po qiellit, po Krishtit, sepse unë jon çdo ditë të thotë që të bëjmë këtë ose të bëjmë atë tjetrën. Unë jon është i tmerrshëm. Por ti do t'i thush jo. Unë do bëj atë që Jezusi më ka urdhëruar ke fjala vet. Pra, më e madhe të jetë lavdia perëndis në ne, më shumë Krishti hyn tek ne. Dhe kështu pra ne bëhemi më të fortë dita ditës, por do dimi diçka, kur ne forcohemi në Krishtin, zëri i unit ton dobësohet. Pra do ta dobësosh të unin, atëherë forcohen në Krishtin. Po si mund ta dallojmë zërin e mishit, sepse e preka rradhën që kaloi këtë, po ishte gjithë çelësi i këtij, sepse duhet të dallojmë tani njerëzit që ecin në mish, flas edhe për krishterë, që quajnë veten në krishterë, por ecin në mish. Pra ne duhet i dallojmë të njerëzit. Të dallojmë zërin e mishit dhe atë të unit ton. Ose të unit ton, se thash edhe të unit ton, sepse mishi dhe uni jon janë një si përfundim. Dhe do shikojmë se kush është ky uni jon. Dhe do shikojmë se si, kur të flasim për Trinitetin, në fakt, që Triniteti jon flasë, që kemi edhe në frymën, do të shikojmë sepse shumë veta thotë, po si vdiq ka njeriu në frymë. A vdes fryma nga herë, nuk arrit të kuptojmë. Atëherë, vdekja në frymë, në këtë rast për referohem unit ton, okay? Pra vdekja në frymë nuk është që vjen me kuptimin që vdiq si frymë, nuk ekziston më. Por kur trupi, mishi pra dhe shpirti, që janë emocionet tona, e mbulojnë, pra ja marrin frymën dhe nuk e lejnë të ketë kontakt me qiellin, kjo do thotë që fryma ka vdek. Pra vdekja në frymë nuk është që vdek në kuptimin që nuk ekziston si frymë. Ekziston, sepse kur të vdesim, që do lejnë të planet. Fryma dhe shpirti janë gjithmonë gjallë, po pyetja është ku të shkojmë? Në parajs apo në ferr? Sepse gjallë jemi, pra nuk është që vdes. Po vdekja në këtë rast do të thotë që mishi e mbuloi frymën, shpirti ja mori frymën frymës. Edhe kështu që fryma nuk ishte më kontakt me qiellin, sepse se lente mishi dhe shpirti. Edhe kështu që u bloku, u izolu. Edhe u nda nga Perëndia. Dhe kjo është vdekja e frymës, pra, sepse union në këtë rast, pra vdiq për ta shpjeguar se shikoj që kanë probleme njerëzit kur thonë që jo pa Adami preku Evën, atë Evën preki frutin, falni, po nuk vdiq. Vdiq. Sepse atë element që Perëndia i dha, që ishte fryma, e vdiq. Pse? Sepse mishi dhe shpirti e izoluan. Ja morën frymën. Edhe u nda nga Perëndia. Edhe kjo do thotë vdekje, ndarje nga Perëndia, siç e dim. Pra, tani si mund të dallojmë zërin e mishit ose të unit ton? Për shembull, gjithë ne, siç thash rast tjetër, por e përsëris dhe herë është e rëndësishme, të dallojmë pra njeriu që ecë në frymë me atë që ecë në mish, ose me unin e vet, me krenarinë e vet. Pra, gjithë ne, siç thash rast tjetër, ofendohemi kur personat nuk na konsiderojnë. E kemi këtë dhe është dhe normale, në fakt, kur nuk të konsiderojnë. Në të shumtën e rasteve, siç e dim, këto persona që ecin me unin, ecin në mish, konsiderojnë pra, si mu themi, ose kërkojnë autoritet. Pra duan të komandojnë. Dhe kështu të jenë të nderuar edhe nga tjerët. I pëlqen të duket. Më dëgjoni vëra, tani shpresojmë që të më dëgjoni, se nuk desha ta prek, se nuk e di më dha probleme, ku më bjen zilja, që më bjen telefoni, edhe pse don ta kancelosh, po prap të hapet ndryshe edhe të hiken ajo. Okej, pra, si thash, pra, i dallojmë sepse të gjithë to lloj personash, pra, siç e dim, kërkojnë pra, në shumtën e rasteve, kërkojnë autoritet, kërkojnë të komandojnë, dhe kështu pra të jenë madje dhe të kërkuar ose të nderuar nga tjerët.
mërzitën kur i qorton, ose mërzitën kur i disiplinon. Pra, ose jemi gjithmonë, si thash dhe tjetër, në defensiv. Që do thot defensiv? Nuk pranojmë këshillat, mbrohemi gjithmonë. Jo, gjejmë mënyrën se si ti themi sikur edhe pse gaboj, po në mënyrën se si të dal nga ajo sikur nuk gabova. Pra, ndodhen gjithmonë në defensiv. Pra, me pak fjalë kërkojnë të drejtat e veta, po nuk duhet që të kërkojmë vetëm të vetat. Duhet kërkojmë të vetat, por edhe të tjerëve, madje edhe të Krishtit, sepse përndryshe jemi në shkatërim. Dhe e thash dhe rast tjetër, pra të gjithë këto na bëjnë të kuptojmë që nuk është Zoti ai që flet me anë të këtyre personave. Ose mund të jem dhe unë, Zot na fal, tani po fuz dhe veten time, kështu që kushdo që kërkon këto gjëra, nuk është Zoti ai që po flet me anë të këtyre personave, por është union ai që flet, ose që kërkon këto gjëra pra. Në fakt po të shikojmë jetën e Jezusit, nuk shikojmë as edhe një herë që Jezusi kërkoi të jetë i njohur nga të tjerë. Madje thot, jepi lavdim Perëndin. Sa herë Jezusi i drejtonte njerëzit ke Perëndia, mos i trego kujt që e bëron. Pse? Ato e thoshin një lloj sepse ai e bëri dhe ai ishte edhe vetë Perëndi. Po Jezusi i drejtonte që mos të fokusoheshin te njeriu, mos të fokusoheshin ke Kisha Laçit, mos të fokusoheshin ke Vatikani apo ke ajo Meka, si e ka ajo, po ke Perëndia. Fokusi ke Perëndia, besimi vetëm te Perëndia, edhe pse ai ishte, po ai vetë e bënte këtë gjë që njerëzit të mbajnë syt pra nga Perëndia, pra edhe Jezusi vetë e bënte këtë. Sepse nuk donte, madje ndalonte njerëzit që të flisnin për atë. Dhe është kjo një qëndrim i saktë i një krishteri. Bibla thotë që i përuluri do ngrihet, por krenari do rrëzohet, sepse krenaria vret dhe shkatron. Por nuk duhet që të dëshpërohemi ne për këtë. Të gjithë ne kemi filluar nga kjo krenari, sepse vim nga natyra e vjetër që është Adami dhe Evës. Gjithë ne kemi ecë me këtë egon, me këtë krenarin. Ego sepse unë. Krenari sepse si unë s'ka, du dukemi, sepse kur ne u shpëtuam fillim, gjithë ne ishim të tillë. Kështu që gjithë fillojmë aty. Por duhet lejojmë Jezusin që të na zëvendësoj, e të jetë ai që të jetojë për ne. Dhe kjo do të thotë që ne kemi mundësi pra që të heqim nga ne këtë lloj krenarie, ta largojmë. Ja pse duhet të pranojmë korrigjimet, të pranojmë këshillat, edhe çdo lloj këshille o qortimi që na vijnë nga të tjerët. Por nëse ne nuk e bëjmë këtë, atëherë union, ai që po na drejton e kontrollon akoma është pikërisht union. Nëse ne nuk e bëjmë. Ja pse duhet jemi të hapur që ti pranojmë të gjëra, se përndryshe është union ai që po na drejton, edhe është një problem. Ja pse nuk duhet pra të jemi në defensiv. Okej, pra jo që të mbrohemi edhe pse kur na qortojnë, pra duke mbrojtur nga këshillat, por të lejojmë që të edukohemi, që të këshillohemi, madje edhe nga më të vjetrit, sepse kemi nevojë. Sepse kur jemi në defensiv, është union ai që kontrollon jetën tonë. Nëse ne avancojmë gjithmonë me arsyet tona duke kërkuar justifikime, dhe këtu prap është union. Doni t'i dalloni njerëzit, kjo është një mënyra se si ju t'i dalloni kush ecën në mish e kush ecën në frym. Kush ecën me unin e kush ecën pra i udhëhequr nga Krishti. Pra, edhe këtyre persone as që mund t'i afrohesh. Sepse si pas e tyre ta kanë gjithmonë drejt, e të tjerët nuk kanë. Madje ka bënë. Ai, nëse, du të plasë mojë ata që thanë dhe për mu. Por në të gjithë lavdi Zotit, falenderoj Perëndin për durimin që ai ka pra, sepse ne jemi të mbushur me këtë krenari. Që fillim, e kemi pas gjithë. Pra jemi të mbushur me unin ton, me veten ton. Dhe ky është një problem i madh që duhet eliminuar, ja pse duhet kalojmë nga uni, nga mishi, duhet kalojmë në Izrael, duhet kalojmë në frym. Por pyetja është të pavarur apo të varur nga Zoti? Kështu që çfarë ke zgjedhur ti? Pavarësinë? Por mos harro se edhe Adami pra, ke kopshti e Enit zgjolli pikërisht pavarësinë, por u rrëzu. Por Jezusi zgjolli varësinë, sepse u var totalisht nga
Perëndia. Okej. Deri këtu më duket se e lam. Të prekim tani këtë që na intereson më shumë. E shpresoj t'i vendosni kujdes kësaj që do tham, se gjithë e dim historinë Kezanafilla 32, vargjet nga 24 deri 31 lexojmë bashkë. Kështu Jakobi mbeti vetëm me një burr, luftoi me të deri në Agim. Kur ky burr e pa se nuk mund ta mundte, i preku zgarbën e Ijes, dhe zgarbra e Ijes e Jakobit u përdrol. Ndërsa ai luftonte kundër tij. Dhe i tha: "Lërë më të shkoj, sepse po lind Agimi." Por Jakobi u përgjigj: "Nuk të lë të shkosh, në rast se nuk më bekon më parë." Tjetri tha: "Cili është emri yt?" Ai u përgjigj: "Jakob." Atëherë i tha: "Emri yt nuk do të jetë më Jakob, por Izrael, sepse ti ke luftuar bashkë me Perëndin dhe me njerëzit dhe ke fituar." Jakobi tha: "Të lutem, tregon me emrin tënd." Para ai u përgjigj: "Pse e don emrin tim?" Dhe kështu ai e bekoi. Atëherë Jakobi e quajti këtë vend Peniel, sepse tha: "E pash Perëndin ballë për ballë dhe jeta ime u fal." Mbasi ai kaloi Penielin, dielli po ngrihej dhe Jakobi çalonte për shkak të Ijes. Pra këtu shikojmë tani, kemi kujdes sepse është një histori që na intereson gjithë. Këtu shikojmë që një ditë ti Jakobi, këti njeriu i ndolli, pra siç e shikojmë, siç e lexuam, diçka e jashtëzakonshme. Por kjo ka ndodhur, mos të harrojmë edhe këtë, kjo ka ndodhur dhe po ndodh edhe sot në jetën tonë, në jetën e të gjithëve neve që i përkasim Krishtit, sepse ajo që ndodhi në jetën e Jakobit shumë kohë përpara, këtu jemi tani 4000 vite më përpara, është verifikuar edhe në jetën tonë nga dita kur ne u shpëtuam. Pra, çdo besimtar fillon të luftoj me Zotin, edhe do shikojmë si luftohet me Zotin. Çdo besimtar fillon të luftoj me Zotin nga dita që ai u shpëtua, nga dita që pranoi Krishtin. Dhe ndalon së luftuari me Zotin vetëm kur mishi jon vdes dhe ne ecim totalisht në frymë. Janë të shumt edhe ata të krishterë, ndoshta ose mund të jenë edhe të rilindur, që po luftojnë akoma, edhe pse janë të rilindur, po luftojnë akoma, sepse ndodhen në mes të mishit edhe të frymës së shenjtë. Por ne nuk duhet të shërbejmë dy patrona, pse duhet të bëjmë zgjidhjen e duhur sot. Okej? Gjithë e dim historinë pra e Jakobit. E dim se si ai e mashtroi vllajën e tij Esau, duke marrë si para birnin, po dhe bekimet, dhe iku për gati 20 vjet larg praninë së tij. Gjithë e dim. Kur Jakobi po kthente tani nga Labano, nga daja vet, pra, i dërgoi fjalë vllajt të Esaut që tu takohej me Esau. Dhe vllai i tij, siç e dimë, erdhi me çfarë? Me 400 persona të armatosur. Pra, të shkosh, të takosh dikë me 400 persona të armatosur, jo kështu, po të armatosur, do thotë që ka diçka që nuk po shkon, sepse vetëm luftë shkohet në këtë lloj mënyre. Kështu Jakobi i hyri frika, dhe kur shikojmë që Jakobi, këtu tani kemi kujdes, jemi akoma Jakob. Okej, këtu pra shikojmë që Jakobi i hyri frika, dhe këtu shikojmë që Jakobi u lëviz nga mishi, jo nga fryma e shenjtë, nga emocionet, po jo nga fryma, sepse i hyri frikë. Dhe në fakt i dërgoi dhurata të vllajit. Dhe kjo ishte një nga mënyrat si mu themi, atit sistemit që të merrte, si mu themi, pëlqimin ose favorin nga i vllai. Por, pra fal këtyre dhuratave flas. Por nuk vuri besimin tek Zoti që e kishte çliruar nga Labano. Dhe shikohet që mishi pra ishte në veprim e sipër dhe si përfundim shikojmë që ai mbeti vetëm. Ke vargu 24 e lexojmë që ai mbeti vetëm. Por aty lexojmë se ai pra si ai nga mishi tani, siç lexuam pra, kaloi në frymë. Pra nga Jakob kaloi në Izrael, duke marrë këtë fitore si një krishter i vërtet. Gjithë ne pra na duhet ta bëjmë të. Okej? Kështu që prandaj kemi kujdes, sepse tani kemi hyrë, si mu themi, ke zona ngrohtë, dhe të kuptojmë tani si
do t'i marrim sepse janë shumë vargje të bukura që ta ndihmojnë shumë. Gjë e parë që duhet të bëjmë edhe ne, pra duhet të rrim vetëm me Perëndin në dhomzën tonë. Sa rëndësishme është që ne, kur jemi të vetëm, mos shfryzojmë atë kohën duke parë telenovela, duke marrë me gjëra, po aty të shfryzojmë kohën të rrim vetëm me Perëndin në lutje, të thymë gjunjët përpara në lutje. Pra, ne gjë e parë duhet të rrim vetëm edhe ne me Perëndin. Nuk mund të kemi fitore duke kërkuar të kalisim ose të edukojmë mishin ose të edukojmë unin tonë. Por duhet të rrim vetëm me Perëndin e larg nga bota. Nga bota, por edhe nga ato që na rrethon bota. Shpesh herë është Perëndia ai që përgatit momente e raste që ti të rish i vetëm në shtëpi. Të qonë nga herë, të izolon në përvende që ti t'jesh i vetmuar në shtëpi. Dhe shikon, që të bësh? I frikësuar, akoma frikësohesh, apo don që të flasësh pak me Perëndin atë moment. Të luftosh pak me Perëndin, me pak fjalë atë moment. Pra, na herë Perëndia i lejon që ne të përfundojmë në këto vende të vetmuara, po pse na bënte? Që ne ta shfrytëzojmë kohën, lutje, don që ne të lutemi, të jemi të vetëm të lutemi, të merremi me gjëra të tjera, apo të flenë gjumë, apo bëjmë të që kërkon Zoti, që të lutemi, sepse nga herë i shfrytëzojmë kohën për gjërat tona. Tek varri siç lexuam pra, që Jakobi luftoi me Perëndin. Okej? Por faktikisht, është Perëndia ai që luftoi me Jakobin. Edhe pse aty këtë titull lexojmë që Jakobi luftoi me Perëndin, po teksti, paragrafët që lexuam, ishte ndryshe, pam që ishte Perëndia ai që luftoi me Jakobin. Dhe këtë e bëri Perëndia që ta merrte ose ta fitonte Jakobin. Pra ta fitonte me kuptimin që nga Jakob ta çonte në Izrael, nga mish ta kalonte në frym. Pra nuk ishte iniciativa e Jakobit që të luftonte me Perëndin, por përsëris nuk ishte iniciativa e Jakobit që të luftonte me Perëndin, sepse asnjëri nuk mund ta mendojë një gjë të tillë që ne mund të luftojmë me Perëndin, por ishte iniciativa e Perëndis që kështu Jakobi të merrte bekimet e premtuara. Shikon pra, Perëndia don të luftojë me ty, derisa ti je në mish, e lufton derisa të fitoj, derisa ti të kalosh totalisht në frym. Pse? Don të bekoj, don të japi premtimet, por nuk mund të japi kur ti je në mish. Dhe që të kalosh, duhet ke luftë. Pra, për që të merrte këto bekime, Jakobi pra ju desh pra të përballej me këtë situatë. Dhe në fakt më vonë shikojmë që ai vuri besimin pastaj tek Zoti, sepse shikojmë në vargun 30 që Jakobi nuk po luftonte më, por ç'a bëri? U përul, duke besuar tek Perëndia. Nuk ishte Jakobi ai që po luftonte me Perëndin për të pasur bekime, por ishte Perëndia ai që luftoi me Jakobin, dhe kjo për ta fituar Jakobin e për ta transformuar nga mish në frym, nga Jakob në Izrael. Amen. Tek vargu 24 nuk thuhet që Jakobi luftoi me atë, me burrin, pra me Zotin. Po lexojmë që një burr, pra ai, Perëndia, luftoi me Jakobin. Dhe kështu kuptohet që nuk është njeriu që luftoi me Perëndin, por Perëndia luftoi me njeriu. Dhe këtë Perëndia po e bën edhe me ne. Ai po lufton ne se kuptojmë. Ai lejon shumë gjëra në jetën tonë, okay, që ne të kuptojmë, që të gjejmë kohën dhe të lutemi. Ose Perëndia lejon shumë gjëra sepse don që ne të eliminojmë gjërat e vjetra, natyrës vjetra, për ne si kuptojmë. Ne nga herë po skaluam nga kjo flaka, po skaluam nga ky ujti, nuk e heqim atë natyrën e vjetër. Dhe po se hoqë, Zoti nuk të bekon. Ja pse Zoti don të përgjigjë të lutje, don të bekoj, pa akoma se kupton, sepse të ka çuar në atë vend, ka çuar në atë pozicion, ka çuar diku, po përjeton diçka, sepse ti ke diçka të vjetër që duhet ta eliminosh. Dhe po se eliminove, mos prit që Zoti të përgjigjet. Okej? Prandaj janë ca gjëra që duhet i kuptojmë me qetësi. Sot po ndodh një gjë pra edhe me ne, sepse Zoti hyn
në skenë, hyn atë skenën e jetës sonë, e lufton me ne. E lavdi Zotit. Dhe po lufton akoma, edhe tani në këtë momente, Zoti po lufton me ne. Dhe aty, pra që lexuam aty që Zoti luftoi me të gjatë gjithë natës deri në agim. Ju dashka ka shumë Perëndis, luftoka me një njeri për ta fituar atë njeri, për ta mundur atë njeri. I çik egzageruar, po pse? Pse ky proces ka gjatë? Pse Perëndia luftoi gjithë natën kur mund ta merrte një sekond? Pra pse Zoti ju desh luftonte pra me të gjithë natën kur Perëndia mund ta merrte atë në moment vetëm? Keni bërë ndonjë pyetje? Sepse Zoti këtu po na demonstron një fakt fuqishëm në durimin dhe hirin e tij të pafund. Se sa i durueshëm, se sa i durueshëm dhe i fuqishëm është ai hiri i tij kundrejt nesh. Se si ai po lufton me ne, po gjatë, dal nga dal, pa na bërë shumë dëm, sepse i shumë gjëra ne si kuptojmë. Edhe dal nga dal, ne i bën kuptojmë gjëra, dhe kur ne i kuptojmë gjërat, dhe kur ne kalojmë aty ku na do Perëndia, kalojmë në këtë frym, thot Zoti, tani e kuptove thot? Tani thot do t'jap bekimet. Tani kalove në frym. Tani i gatshëm për thirrjen, tani i gatshëm për kryqin, që ta përmbushësh. Prandaj janë sa gjëra që ne duhet t'i kuptojmë mirë. Pra, tu pra Zoti, po si thash, po manifeston, sepse me këtë procesin e gjatë, pra gjithë natën, i ka të, si mu themi, atë durimin e fuqishëm, dhe hirën e tij të pafund, sepse vetë Perëndia zgjolli një ecje që na nxjerr jashtë nga mishi e na dërgon në frym në këtë periudhë kohore. Pra, nuk është që e transformon njeriu në një lutje shpëtimi. Vëllezër motra, mjaft tani, sepse në gjithë Biblën, jo vetëm që lexojmë, se sa rëndësishme është ne kemi goxha luftë me mishin tonë, që ta eliminojmë. Pra, me një lutje shpëtimi, ti falësh nga mëkati që të ka trashëguar Adami dhe Eva dhe shpëtohesh nga ky. Po mishi jot, ti, unë jot, është akoma mbi këtë shpëtim, si mu themi. Pse? Sepse akoma ti s'arrit kuptosh çfarë kërkon Perëndia kur ti nuk zhytesh këtë fjalë Perëndis. Sepse është një proces i gjatë dhe ky transformim ka kohën, pra ka atë kohën e vet graduale. Prandaj nuk është ashtu. Pra, kjo ecje hirshme e Perëndis dhe kjo ecje e tij e Perëndis, pra e pafund, nuk është e menjëhershme, por është graduale. Amen, ja pse Zoti këtu pra kërkon që t'i bëj gjërat me ne, dal nga dal. Nuk ndryshon njeriu në një sekond, me një lutje shpëtimi. Nuk transformohesh ti nga mishi në frym, sepse ne kemi fuqizuar mishin ton me lloj vesësh, me lloj gjërash, me lloj veprimesh, me lloj gjëra që Perëndis nuk i do dhe nuk është e lehtë që të eliminohet ajo gjë. Në fakt, ke vargu 25, shikojmë që Zoti, kemi kujdes tani, i preku Jakobit zgavrën e ijës. Sepse në mënyrë të habitshme shikojmë që nuk po e mund të dot. Perëndia nuk po e mund të dot Jakobin. Kemi kujdes ças bulesës kemi këtu tani. E dim që Perëndia mund të në 1 minutë. Okej? Po tu shikojmë se si nuk po e mund të dot. Po çfarë do thotë kjo? Nuk është nga që Jakobi ishte më i fuqishëm se Perëndia, por nga që Perëndia nuk po e kalonte ose nuk po e dërgonte mishin e Jakobit në nënshtrim të frymës shenjtë. Ishte akoma në luftë sipër, ishte akoma në proces sipër. Donte ta kalonte dal nga mish, pra nga Jakob në frymë në Izrael. Okej? Sepse mishi i tij, si dhe mishi jon sot, është aq i fortë, është aq i të mëshëm, sa që Zoti nuk mund të na fitojë me njëherë me një lutje shpëtimi. Sepse është vetë Zoti që vepron në këtë mënyrë. Sepse e din se çfarë mishi kemi. E mori vetët e mish, e kishte vetët e mish për 33 vjet. Dhe e din se sa të merr është.
Okej, edhe pse kjo ndodhi me kohën e Jezusit pastaj, po Zoti e dinte edhe në kohën e Jakobit. Po e dinte se sa i fort ishte mishi, sa i fort është union. Është aq i fort sa që Zoti nuk mund ta fitoj me një herë, jo që nuk mund ta fitoj, po nuk mund ta fitoj me një herë, sepse është ashtu Zoti që vepron. Por ka një ultim, ka një ecje graduale që ne të kalojmë nga mishi në frym. Dal nga dal, nga besimi, besim, nga leximi, lexim, nga lutja, nga një sjellje tjetër, nga një të folmën tjetër. Dal nga dal, sepse është ky mishi jonë që kemi është shumë i tmerrshëm. Pra, Zoti në durimin e tij luftoi me njeriu gjatë gjithë natës në mënyrë që mishi të nënshtrohej. Dhe kur Zoti pa që kjo nuk po bënte, atëherë pra siç e pam tu, siç e lexuam, ç'o bëni? I preku Jakobit pikën më të fortë të Jakobit. Pse e preku pikërisht aty? Në mënyrë që Jakobi të mos luftonte më me Zotin, por vetëm sa të mbështetej tek Zoti. Ne kemi arrit deri aty, apo po luftojmë me Zotin? Alo? Ne kemi arrit deri aty, sa të mbështetemi ke Zoti, apo po luftojmë me Zotin? Akoma, qofse je në luftë akoma, mos prit premtimet. Në qofse ti je mbështetur ke Zoti, atëherë thot Zoti, okay, atëherë e kuptove. Edhe këtë bëri Zoti pra, derisa ai pra, ja preku atë, që ai mos luftonte, mos kishte më fuqi, mishi pra të merrte fund, dhe kështu si përfundim ai çfarë bënte, t'u dorëzonte totalisht Zotit. Pra u mbështet tek Zoti. Dhe kur Jakobi u mbështet tek Zoti, atëherë Zoti tha, tani tha, okay, tashim le të shkoj, se po lind dagimi. Por Jakobi nuk e la të shkoj. Jakobi tha që nuk të lër të shkosh, derisa pra ai të mbështetet tani ke Zoti. Jo, prit i thot, prit tani se unë do mbështetem ke ty tani. Unë s'të luftoj dot me ty, por nuk lej me ikë se duhet që t'jesh mbështetja ime. Duhet që t'jesh e udhërrëfysi im, duhet që t'jesh pra i bariu im. Sepse vetëm ai që mbështetet tek Zoti mund të kërkoj Zotin. Jo ato që luftojnë me Zotin. E jo ato thjesht që kanë bërë lutjen e shpëtimit apo besojnë ke Zoti. Por vetëm ata që mbështeten totalisht tek Zoti, vetëm ata që varen nga Zoti, thrasin, Zot, nuk lej të shkosh. Amen. Pra, kush lufton me Zotin, jo vetëm që nuk kërkon kur diçka ose bekime, okay? Por si përfundim, rrëzohet. Sa është akoma s'ka kuptuar si gjë. Akoma është mishë sipër. Dhe kështu pa rrëzohet. Por vetëm ata që kapën, vetëm ata që mbështeten tek Zoti, kërkojnë bekime. Amen. Kështu që vlla, motër, kushdo qofsh, Zoti ka luftu me ty deri në momentin që ti u shpëtove në Krisht, ai është në luftë të sipër. Ti e morë me besim, u shpëtove me besim, ama në momentin që ti e shpëtuar, ti tani je në luftë të sipër. Amen. Por në qoftë se ne nuk i nënshtrohemi tani, që ta bëjmë atë shkopin ton, që ta bëjmë atë mbështetjen ton Perëndit, atëherë Perëndia që do bëj? Do të na prek zgarrën e hijes së jetës tonë. Do na preki aty ku na dhe më shumë. Do na preki aty ku ne jemi mbajtë si më shumë. Mund na preki denari. Mund na preki ke një vizion që kemi për punë, ku të diu për diçka tjetër, sepse kemi bën fokus, kemi bën plan parë, prioritet. Pra, atë gjë, dhe Zoti që bën, të prek aty. Pra, kjo është. Pra, në qoftë se ne nuk i nënshtrohemi Perëndis, Perëndia edhe ne na prek ke zgavra e jetë tonë. Çfarë do thotë? Na prek aty ku ne jemi mbështet më shumë deri tani. Kemi lënë Perëndin më njanë dhe kemi harruar që duhet lejmë atë gjërat më njanë dhe jo Perëndin. Edhe çfarë bën Zoti kështu? Të prek ke zgavra e jetës tonë. Jo ke zgavra e jetës fizikisht, por ke zgavra e jetës tonë. Pra na prek në momentin më të mirë të jetës. Kështu bëri edhe me mua. 26 vjeç, thar jam. Bëjmë gjithë. Shikoj që çike çik krenar, për shumë krenar. Shikoj që hecin çik si me unitat, për shumë me unitat. Shikojmë që e do Zotin, bën gjëra të mira, pa kohë pas po kupton
që jemi në luftë të sipër, edhe kështu që unë nuk dua që të luftoj gjithmonë, sepse si përfundim të humbasesh. Po unë dua që ti Arlan të mbështetesh ke mua. Po si gaboj, ti nuk don, po atëherë përfundo me karrucinë. E në momentin më të mirë të jetës time, 26 vjeç, më tha ulun karrucinë. E kur vit ditët e shitot nga unë tha, pastaj, po tani mbështetu ke mua, mos u mbështet më ke vetja. Kështu që prandaj ne si kuptojmë çu gjëra shumë pse. Po mos harrojmë që e ka Zoti në kontroll çdo gjë. E ka Zoti në dorë jetën tonë, e ka Zoti situatën, e ka në dorë botën, e ka në dorë gjithçka. Kështu që prandaj janë shumë gjëra që ne nuk i kuptojmë pse. Pa ai në momentin më të mirë të jetës tonë të prek të zgavra e ijes së jetës tonë, jo trupit tonë. Pra na lën që ne të rrezohemi derisa ne të mësojmë që të mbështetemi tek Perëndia dhe jo të luftojmë me Perëndin. Amen. Pra, ta luftojmë atë, pra, si mu themi, duke shërbyer se ne ku jemi në luftë, ne shërbejmë epshave tona, ose botës. Por po të shkojmë tek ai dhe të mbështetemi ke ai dhe të bëjmë vullnetin e tij, atëherë ne po ndryshojmë, ne jemi në frym, ne jemi mbështetani, nuk po luftojmë më. Dhe kur ne mbështetemi tek Zoti, ne thrasim, o Zot, nuk lej që të shkosh derisa ti tani të më bekosh. Unë nuk lej tyra hap derisa të ngresh nga kjo karroci në emër të Krishtit Jezus. Nuk do të lej e nuk do të lej. Sepse është premtimi që ti më ke bërë. Sepse unë nuk po luftoj më me ty. Unë jam mbështet me ty dhe unë nuk lej të ikësh derisa ti të më ngresh, derisa ti ta bosh të, dhe ne të ngulmojmë lutje derisa ta marrim në emër të Krishtit, sepse ajo që është e jona është e jona. Ama nëse je në luftë me Zotin, nëse je edhe sa ne, pra edhe me unë në atë, nuk e di, po Zoti mirë, ama kur je i transformon totalisht, që nuk je më në luftë, po je mbështet tek Zoti, ti nuk e le. Edhe do ngulmosh dhe do ta marrësh në emër të Krishtit Jezus, ai që është e jona, është e jona, atë që ka premtuar do ta marrim. Amen. Ja, po Zoti do këtë pra. Okej, se po përfundojmë sot. Tek vargu 27 shikojmë që kemi kujdes. Perëndia pyeti, se kush është emri i tij? Pra pyeti Jakobin si e ka emrin. A pse nuk e dinte Perëndia si e ka emrin Jakobi? Dhe kjo është e habitshme, sepse Zoti e dinte mirë që ai quhej Jakob. Po pse Zoti e pyeti për emrin kur e dinte? Keni bërë ndonjë pyetje? Nuk është nga që kishte nevojë Zoti të dinte emrin e tij, të dinte emrin e Jakobit. Edhe pse ai e dinte shumë mirë që ishte emri Jakob. Por e pyeti për t'i bërë të ditur Jakobit që ai ishte një mashtrues. Ai ishte në mish. Ai ishte një Jakob që po shkonte në shkatrim. Ja pse e pyeti, kush është emri jot? Sepse emri Jakob fakt do të thotë mashtrues, do të thotë gënjeshtar. Okej? Prandaj pyeti për të thonë që si e ke emrin Jakob? Pra po e thu vetë thot Zoti me gojën tate që ti je mashtrues, që ti je gënjeshtar, që ti je në mish, që po shkon drejt shkatrimit. Okej? Dhe vetëm ata që mbështeten tek Zoti do të arrijnë të kuptojnë se kush është në të vërtetë emri i atyre aktual. Të gjithë ne që jemi mbështet, ashtu siç u mbështet më vonë Jakobi, edhe ne sot, të gjithë ne që jemi mbështet, e dim se kush është emri jon i vërtet aktual frymor. E se çfarë do thot ai emër si përfundim? Ku të dërgon për ai emër që është një emër i dhënë nga Perëndia ky. Po ai që na ka dhënë njerëzit, ku na çon? Në shkatrim. Po ai që ti e Perëndia, në ndërtim, në jetë. Por kur ne ndrojmë emrin dhe rritemi si krishterë, pra, sepse emri jon tani është i krishterë, nuk është Marian, është biri i Perëndis, nuk është më biri i filanit, dhe ky emër ka origjinë nga qielli dhe jo më nga kjo botë. Dhe kur ka nga qielli dhe fillojmë të mbështetemi gjithmonë tek qielli, te Perëndia, dhe quhemi princat ose bijt e të shumë të lartit Perëndi, e jo më Ariani i dikurshëm, mashtrues, Ariani Ariani këtë, jo, i krishterë, dhe i krishterë do të thotë që ka një privilegj, është një emër me vlerë. Pyetja është, je krishterë, apo e demonstron që je krishterë, apo thjesht formalitet, thuaj që jam krishterë, sepse emri krishterë do të thotë që ti je mbështetur totalisht te Perëndia. Gjërat e botës nuk përkasin më.
Në fakt, Zoti na ndërron neve nga emri jon i vjetër, pra nga mashtrus, nga mishpra të vetvetes në ku? Në princa. Por vetëm kur ne mbështetemi tek Perëndia. Ashtu siç bëri me Jakobin, që pastaj ja ndroi emrin e tij. Pra nga Jakob, nga mashtrus në Izrael, në princ. Pra ai që ka fuqi me Perëndin, dhe Izrael do thot kjo, ai që ka fuqi me Perëndin, ai që lufton me Perëndin, jo kundër Perëndis. Ai që është bashkë me Perëndin, ose më saktë Perëndia komandon atë njeri. Ky është emri i vërtet, ose më i saktë, ose më, si më themi, i shpjegim më qartë i këtij emri, pra, që Perëndia e komandon totalisht atë njeri, Izrael. Pra, gjatë gjithë jetës së tij, siç e dim, ishte Jakobi ai që komandonte vetën e vet. Por tani ishte Perëndia ai që e komandonte. Edhe pse ne sot, kur ne mbështetemi tek Zoti, është Zoti që na komandon neve, dhe nuk jemi ne që komandojmë as veten tonë, e nuk jetojmë më as për veten tonë, por jetojmë për Zotin, okay, dhe ecim për atë. Dhe kur Jakobi u mbështet tek Zoti, nuk luftonte më, po u mbështet tek Zoti dhe ju nështrua, atëherë Zoti e bekoi ke vargu 30. Atëherë bekoi Zoti, dhe Jakobi vazhdoi rrugën duke çaluar, dhe dielli po ngrihet drejt tij. Vetëm ata që çalojnë, vetëm ato që çalojnë në jetë, marrin të bekime dhe marrin dritën e Perëndis. Sepse shikojmë që çalonte, ama dielli u ngrit. Çalonte, dielli, drita u ngrit. Vetëm ato që çalojnë. Vetëm ato që çalojnë, pra, marrin të bekime dhe si përfundim shikojmë dritën e Perëndis, sepse ato që janë mirë fizikisht, ato që janë mirë nga ana financiare, ato nuk e shikojnë dritën e Perëndis. Ato shikojnë vetëm perëndimin e diellit. Sepse ato që janë mirë fizikisht, shumica flas përgjithësi, ato që janë mirë nga ana financiare, akoma më keq, këtyre personave nuk i intereson Perëndia. Nuk i intereson drita. Por vetëm ato që çalojnë, ata marrin dritën e Perëndis. Kur Jakobi hiku, fillim fare, që mashtroi vllajin dhe po ik tek Daja, nuk çaloi. Ama Bibla thot që dielli perëndoi, nuk lindi. Pra erdhi errësira në jetën e Jakobit. Edhe pse ishte mirë fizikisht. Ama tani shikojmë që Jakobi çaloi. Ama dielli nuk perëndoi, po dielli lindi. Amen. Prandaj dielli lindi për Arianin kur përfundoi karrocin, kur fillova të çalu. Sa ishte mirë, isha në perëndim. Isha në errësirë, nuk e kuptosha. Amen. Hello. Ej, a jemi në rregull. A shikon se si Zoti, a shikon sa gjëra të mira, fjala e Perëndis është e mrekullueshme, ai shpjegon gjërat, edhe pse gjithë vjata e re e mbështet këtë që po tham unë, nuk është që është një histori këtu, edhe po jap unë interpretimin në mënyrën time. Jo. Gjithçka që po tham është në limë atë që lexojmë kjo vjata e re, atë që Jezusi na mësoi, atë që Frymën Shenjtë na mësoi me anë të apostujve. Kështu që prandaj kemi kujdes. Kemi kujdes sepse ato që janë mirë, si nga ana financiare, si nga ana fizike, e në gjithçka atyre dielli i ka perënduar, por nuk arrin ta kuptojnë. Po gjithë ato që çalojnë, gjithë ato që mundohen për Krishtin, gjithë ato që përndiqen, gjithë ato që po vujnë, ato shikojnë dritën. Dielli po ndriçon në jetën e tyre. Prandaj po kaloni vështirësi, rrini qetë, sepse a di pse po kaloni vështirësi? A di pse sulmoni? Sepse po rriteni në Krisht. Sepse dielli i Perëndis po ndriçon shumë ke ju, dhe botës nuk i pëlqen. Djallit nuk i pëlqen. Pa mos të rrëmë që nuk e ka në dorë djalli, nuk e ka në dorë bota, e ka Perëndia jonë. Edhe din Zoti pse i lejon këto gjëra. Ti fillo e ndriço aty ku je. Sepse më shumë ti të çalosh, më shumë dielli, më shumë të vush, më shumë përndigjesh, më shumë dielli i Zotit, më shumë drita e Zotit do ndriçoj jetën tënde. Prandaj rrini të qetë. Më pëlqen kjo gjë e Jakobit, sepse
kur Jakobi po hikte larg shtëpisë vet, thuhet që ishte mirë dhe dielli po perëndonte. Ama kur Jakobi tani u kthy për të shtëpia vet, thotë që po çalonte, ama dielli u ngrit. Drita u ngrit. Drita Krishtit po ndriçon. Prandaj thot Zoti, shkoni thirrni thotë se dasma është gati. Shkumi thirrë thotë mos erdh asnjë. Oh, atëherë shko thirrë thotë të çalit. Shko thirrë thotë që çalojnë. Shko thirrë thotë. Shko thirrë dhe mi bie erdhën u mush. Pse? Se ke ato shkëlqente, ato vinë ke Krishti. Edhe është një problem i keq, shumë i keq shumë sot. Shumë i keq, që për fat keq ç'a ti bëjmë? Njerëzit jo të gjithë, ka tjerë plot që janë kthyr sepse e kanë zemrën, Zoti din se ç'a bën, po shumica shikojmë që po nuk hasëm me këto vështirësitë. Në qoftë se Perëndia nuk na prek zgabrën, pra nuk na godet në atë lulën e jetës ngaherë, që ne kuptojmë që jeta nuk është ashtu, nuk jemi krijuar në këtë botë për atë që mendojmë ne, hajde të hajmë pim, hajde robë i thoshim ne, hajde lale, hajde bëjmë qef më ja, le ç'a bëjnë ato. Kështu na dukte dikur dhe mu. Ku e di shoh? Hajde më fol sot me moti, ç'më intereson më kjo botë. Ja pse pra kemi kujdes. Okej. Do ta përfundojmë tetën me Trinitetin ton, sepse edhe këtë Triniteti jon kemi një tjetër element, që është pra shpirti një, fryma dy dhe mishi, sepse po flasim për mishin. Edhe si shpjegova, uni jon, fryma jon, njeriu jon i brendshëm. Si vdes, sepse rasti edhe do shpjegoj pak pikërisht për këtë pastaj, që ta kuptojmë më qartë, ja pse e thashte tani që të kuptojmë pra që uni jon, fryma jon, ka vdek. Faktikisht nuk është që ka vdek, ekziston. Por vdekje sepse mishi dhe shpirti, që janë emocionet, ndjenjat, vullneti jon, gjithçka që ne duam bëjmë pra jo Perëndia, dhe mishi, epshat e kësaj mishi e mbulun. E kanë mbuluar frymën tonë. E kanë errësu, e kanë dhënë nga Perëndia dhe Perëndia me të frymën tonë s'ka më kontakt. Ja pse Krishti erdhi, pum, shpoj. Mjafton vetëm nga ish dorë me besim, ai ç'a bën? Pikërisht hyn ke fryma. Edhe dal nga dal, ç'a bën? Të merr kontrollin e shpirtit, mendjes, me anë të fjalës, dhe pastaj trupi është i detyruar pastaj të nashtrohet frymës. Ja pse është ky proces. Mos ti ngatrojmë gjërat me fejat. I lejmë fejat në një anë. Asnjë fe nuk ka nga Perëndia. Fet janë gjithë sajume në ndikimin e djallit. E mjaft, i ka saju njeriu. Në ndikimin e armikut, në ndikimin e djallit. Thjesht sepse nuk don që ti të kuptosh të thelbit, kuptosh të vërtet, kuptosh çfarë na solli, çfarë pasurie të solli Krishti. Dhe si fillon ky procesi i transformimit. Këtë nuk e do djalli, por në emër të Krishtit Jezus tani është i detyruar me të dorëzohet, sepse ne nuk baremi nga ai, por në emër të Krishtit ne do ta shpallim këtë ungjillin, lajmin e mirë, të bëjmë të kuptojnë gjithë bota që nuk ka rrugë tjetër. Një është ulla, një është e vërteta dhe një është jeta. Jezu Krishti, Zoti jon. Zoti ju bekoft, shifim për radhës tjetër, tetën edhe ta përfundojmë edhe këtë seri. Ju falenderoj si gjithmonë për premtimet e Perëndisë janë të mrekullueshme, por du t'ju falenderoj juve për komentat, për mbështetjen, për lutjen si gjithmonë. Zoti ju bekoft dhe shifim tetën. Mirupafshim.